Niveli i korrupsionit dhe mungesa e mbështetjes nga miqt janë dy faktorët kryesorë që i bëjnë shqiptarët më të palumturit e Evropës, me përjashtim të Turqisë sipas raportit botëror të lumturisë 2026, i publikuar nga rrjeti i zgjidhjeve për zhvillim të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, bazuar në të dhënat nga 147 vende. Shqipëria u rendit në vendin e 86 në indeksin e lumturisë për vitin 2026, me një përmirësim të lehtë nga pozicioni 89 që kishte qenë një vit më parë, sipas një publikimi të Kombeve të Bashkuara që bëhet çdo vit me rastin e ditës së lumturisë që është më 20 mars. Të rinjt duket se janë më të lumtur se një dekadë më parë në Kosovë, që këtë vit është renditur ndër 20 vendet më të lumtur në botë. Në Evropë, Shqipëria le pas vetëm Turqinë, që është shteti më i palumtur e Evropës në vendin e 94. Shteti më i lumtur në rajon është Kosova e 16-ta në botë, nga vendi 29 që ishte vitin e mëparshëm. Pas Kosovës vijon Serbia në vendin e 30, Bosnjë-Hercegovina në vendin e 47, Mali i Zi në vendin e 60, Maqedonia e Veriut në vendin e 82, Bosnja dhe Mali i Zi kanë një përmirësim me 10 vende nga viti i mëparshëm. Shqipëria penalizohet nga korrupsioni duke u renditur në vendin e 120 ose shteti 27 më i korruptuar në botë. Në Evropë për perceptimin e korrupsionit na e kalojnë Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, që renditen përkatësisht të 4-tat dhe të 5-tat më të korruptuara në botë. Treguesi i dytë me renditjen më negative është mbështetja sociale në vendin e 108 dhe mungesa e ndjenjës pozitive ku jemi në vendin e 109. Treguesit më pozitiv janë bujaria ku renditemi në vendin e 59. Shqipëria renditet më mirë në treguesit e lirisë për të marrë vendime jetësore e 37 dhe të ardhurat për frym në vendin e 67. Në treguesin e pritshmërisë për të jetuar një jetë të shëndetshme, vendi renditet i 38.